Agenda e dhunës është agenda e kryeministrit Edi Rama. Ai kërkon ta devijojë protestën paqësore në një protestë të dhunshme. Kemi parë që në 32 ditë protestë, e cila nuk ka ndodhur kur asnjëherë në Shqipëri që një protestë qytetare të ngrihet dhe të qëndrojë kaq gjatë, të jetë paqësore. Kemi parë aty fëmijë, kemi parë nëna të reja, kemi parë aty mosha të ndryshme, kemi parë aty genzën, kemi parë aty pensionistë, kemi parë gjyshërit tan, të cilët protestojnë sepse janë lodhur nga kjo qeverisje, nga kjo qeveri dhe nga kjo politik 36 vjeçare. Dhe forca e kësaj proteste që po ndodh për herë të parë në 36 vite në Shqipëri është qëndresa, është rezistenca edhe mbi gjitha masiviteti. Dhe me to akte të dhunës të provokuara nga policia e shtetit ditën e sotme, kërkojnë që grup mosha të caktuara, kategori të caktuara, të mos dalin më në protestë dhe të mbesin aty një grup të cilët janë të vendosur që të luftojnë dhe të vijojnë atë çfarë e konsiderojnë si një betejë kundër korrupsionit dhe kundër padrejtësive që ndodhin në këtë vend. Forca e kësaj proteste është qëndresa, është masiviteti, e për këtë arsye protesta do duhet vijojë e tillë. Ajo çfarë ndodhi ditën e sotme ishte një provokim i pastër, duke qenë se protestuesit ishin në një largësi të caktuar dhe deputetët mund të largoheshin nga kuvendi. Dhe me çfarë po i friksojnë? Me vezë. Goditje me vezë ndaj një deputeti, ndaj makinës së një deputeti apo ministri. Mielli, veza janë themi mjete të cilat nuk dëmtojnë, nuk agresojnë, nuk shkaktojnë dëm tek individi, por janë si një lloj revolte që këta protestues po bojnë se kanë 32 ditë që protestojnë dhe kërkesat e tyre nuk dëgjohen, madje përbuzen duke u thënë se ju jeni iranian, ju jeni grek, ju jeni serb, ju jeni algoritëm, ju jeni nuk e di se çfarë. Normalisht unë e kuptoj që në një shoqëri të tillë si e jona, forca është tek qeveria, sepse kanë edhe gazin lotësiellës, kanë edhe makinat ujëheqëse, kanë edhe prangat, kanë edhe shtëpitë e gomës dhe kanë arrestuar sot mbi gati 20 persona të cilët kanë protestuar, të provokuar ata për shkak se kjo protestë po kërkohet që nga kryeministri Edi Rama të shkojë drejt dhunës. Protestuesit nuk duhet të vinë pre e dhunës, pasi fuqia e tyre është sheshi, është rezistenca, është forca. Kërkohet qëndres sepse betejë që po bëhet në Shqipëri nuk është e partive politike, është e qytetarëve shqiptar, sepse kështu mpaksohet protesta, kështu sipas tyre largohen protestuesit nga sheshi përpara kryeministrisë.